Shpresoj që jeni duke kaluar çaste të këndshme të gjithë ju që jeni pranë ekranit tuaj televiziv, ndërsa tani pranë me janë dhe Babe Bir, shumë të famshëm dhe shumë dashur nga ana juaj. Minun Maxeni, mirë se erdhe në Gjilan. Rama, përshëndetje. Faleminderit shumë, si po ndihesh sfari në këtë eveniment organizuar nga Ziko? Edhe pse është koha ftoft, po në vetën mirë, sepse janë emocione dhe kënaqësia që edhe njëherët e përgëzime Zikos për këtë eveniment kulturor që ka organizuar. Faleminderit shumë për fjalët e mira, ndërsa çfarë pret nga ky eveniment? Ndoj fitore apo diçka? Më rëndësishëm të marr pjesë, të kaloj sa më mirë dhe të kënaqen ata që janë sonte këtu dhe shikues që do ta ndjekin këtë eveniment. Do të jenë kolekte të shumë që do të jenë atje brenda duke të pritur edhe shumë të tjerë që do të vinë sonte. Me siguri ata që janë brenda do t'i takoj tani ata që do të vinë mirëseardhje. Në rregull, Karab, si po ndihesh sonte në Gjilan spa? Spare në Gjilan, në fakt nuk është hera parë që vinë Gjilan, po në evenimentet e tilla është hera parë, ndihem shumë mirë. Është një ndjesie e veçantë sepse jemi të gjithë artistë bashku sonte. Këra pret ndoj fitore sonte në Zhurma Show 2009? Jam i nominuar në Best Male për videoklipin më të mirë mashkull, tash ta shohim nominimet. Shpresoj të urojmë shumë fitore, ne njëkohësisht do takojmë edhe në after party organizuar për të gjithë ju. Gjithsesi, shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe mirë u takofshim. Popullore albumi më i mirë. Të nominuarit janë Zeni dhe Korabi si Babe Bir, Shurete Beluli e Vladi, Afrim Muqiqi ne Pandahemi. dhe albumi fitues është Fitues janë Zeni dhe Korabi. Babe Bir, sigurisht, cili do të flet nga ju. E janë këtu pranë meje. Kush i ka dizginet në dorë tani? Korabi apo ju? Zoti Shkajzen. Përshëndetje të gjithëve për këtë organizim, organizatorit dhe përshëndetje gjithë kolegëve dhe adhuruesve të artit që sonte në mesin tonë këtu. Jemi së bashku, edhe atyre që po na përcjellen përmes televizionit. Dizginat i moj ala në dorë. Shpesh kam marrë shpërblime, por sonte është një emocion i veçantë unë si prind së bashku me Korabin që marrin këtë çim. Sigurisht që po. Korab, si është babën tënd tani, pasi je transformuar në një këngëtar, edhe shumë i suksesshëm tani? Babin e shoh si një këshilltar, si një këngëtar shumë të madh, i cili më ka ndihmuar në çdo aspekt, si në aspektin material ashtu dhe moral, edhe patë me të vërtetë se ishte këtu ku jam sot. Do na tregosh një të fshehur se në këngë nuk po e cek aty. Cila është ajo kamarierja? Kamarierja është një vajzë cila është Të mbetet befasi për të gjithë ata që të shohin në jetën e përditshme apo jo? teksti i Aida Barakut, ideja ka qenë e sajna. Sigurisht që po, ju falenderoj dhe ju dëshiroj suksese të më të tjeshme, si Babe Bir natyrisht. Urime. Zeni dhe Korabi. Kurse çmimin për popullore mashkull, kemi dy bylbyla, Bujar Çamili dhe Shkelzeni Tishi. Come on. Një duar trokitje për Bujar Çamilin, sepse Shkodra janë edhe më të gojës. Mirë mbrëma të gjithë dhe falenderoj sinqerisht me gjithë zemër publikun mbarkombëtar që na ka vlerësuar për këtë këngë. Edhe kompozitorin e kësaj këngë, Zaim Merkulin, si dhe autorin e tekstit, e cilin kemi sonte me veti, Ramazan Çeki. Faleminderit.
Dhe tashmë në Zhurma Show ka arritur edhe shkelzenje të ishim. Normalisht të bashku edhe me miqtë ti. Min Rama, po fillojmë qështu, Min Rama. Mi mërëma mi se u gjemë. Mirë se keni arë fillimisht, tregam një qka po pritni prej kësaj note sonte, për bës që me u knojtë shumë. Si gjithmonë Ziko i suksesshëm, edhe se mjetë bësë i suksesshëm. Edhe juve, ku që janë mod. Min Rama, jetojmë një shtetë, po ka kohë që nuk kemi taku. Sonte në Zhurma Show, qka ju pruni? Në pruni bashkëpunimi që kemi së bashku dhe dëshira që të marrim pjesë në këtë eveniment, sepse Ziko si gjithmonë ja ka zanat që shtemin e në Gjakov, organizimeve të tilla. Po më shumë mirë që po ju shoh dhe po ju uroj një natë shumë të këndshme, natën e mirë që jemi brenda. Ftojmë një dyshe për të ndarë çmimin e radhës, është Blerta Gashi Sferkaj nga portali Parotlla dhe Besnik Kojqiqi. Mirë mbrëma, shpresoj që po kaloni mirë gjithë. Jemi sonte për me nda një çmim shumë special. E kisha lënë doktorin pak me fol. Mirë mbrëma, shpresoj që po kaloni mirë. Këngëtarët e muzikës popullore kanë një të mirë që i gëzojnë njerëzit në prahenqe, në për dasma, në për koncerte të ndryshme. Mirë po, një pjesë e tyre dhe smurën. Mirë që jemi ne kartikyrët edhe i qërojmë. Faleminderit. Besoj që e kuptuat që është fjala për këngën më të mirë popullore, atëherë ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards, çmimi popullore. Atëherë, çmimi për këngën më të mirë popullore shkon për Hysneu Xeni Enkelejda, Tradita Shqiptare. Mirëmbrëma gjithëve, mikrofonin më dhanë mua si vendase. Faleminderit shumë për çmimin, faleminderit Ziko për këtë organizim si gjithmonë mjaft të kujdesshëm dhe spektakolar, ndërkohë që po e pasoj topin. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj që po kaloni mirë. Faleminderit Zhurma Show për këtë spektakël që ka organizuar. Faleminderit shumë. Atëherë mirë mbrëma. Falenderoj televizionin Ziko që sjell këtë ambient kaq të mrekullueshëm mes gjithë kolegëve të mirë. Mund të japi me kërë edhe këtë? Faleminderit. Edhe diçka tjetër, doja të falenderoja kompozitorin e këngës Walter Beqo, gjithashtu dhe për klipin Video Art. Faleminderit. Si goca më e bukur e grupit po e marr unë këtë. Më lejoni? Faleminderit.